Mirëmëngjes të dashur peshorë, do bëjmë një mesazh për ju, në fakt të dy, nga letrat astrologjike Oracle dhe Lenormand Oracle. Mesazhi juaj është revolucioni dhe kryqi. Nga vetë fjala revolucion tregon që është një dëshirë e madhe e juaj brenda për të apo një moment i madh që kërkon ndryshime. Mund të jenë ndryshime të dhimbshme, absolutisht, nga që kam kryqin afër, dhimbshme në kuptimin e asaj që sikur nuk dëshironi të laheni nga e kaluara, që po ju mban pasë, çfarëdo që të jetë, por është lirim, edhe pse e dhimbshme. Është qasti kur diçka përfundon por të mos u kthyer më. Dhe ti e thirrur të çlirohesh nga barra e vjetër që s'po e mban më dot. Pra, po ndodh një revolucion të dashur peshore, i mbrëmshëm që kërkon të heqësh dorë nga një barë e rëndë. Nuk është fundi, është fillimi që më në fund e ke guxim ta pranosh. Është në dorën e juaj, e dëshironi këtë revolucion apo jo. Solari Eclipse në fakt, siç thash, simbolizon kthesa të mëdha, funde që shënojnë fillime dhe momente kur drita fshihet për pak qaste për të kthyer më fort. Është thirrje për ndryshim rrënjësor. Ndërsa kryqi është një kartë apo një letër e peshës shpirtërore, dhimbjes, por është edhe shenjtërim. Ajo tregon një përgjithësi, një përfundim karmik, ose një periudhë ku s'ke më çfarë të durosh, s'ke më çfarë të marrësh, apo të japësh. Tani është koha për t'i lënë të gjitha këto pas. Pranoje fundin të dashur peshor, ajo çfarë po ndodh është për të dhënë liri. Ndonjë ndjenje fajt nga roli i viktimës apo nga përpjekja për të mbajtur diçka që të ka konsumuar. Largohuni. Kur drita fshihet, nis shërimi. Fundi i dhimbjes është dera e lirisë tënde, të dashur. Këtë revolucion mos e ndaloni. Për çfarëdo që është duke u bërë fjalë, të dashur peshor.